Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protest, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike. Dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja, ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror. Në këtë proces që duhet të ishte një zhvillim ta quajmë festiv për shqiptarët që investoheshin 2 miliardë apo 3 miliardë, se thot tani ky e ka shtruar këtë në procesin më të mbyllur. Ne besojmë se investimet e huaja janë një rëndësie jetike për zhvillimin e Shqipërisë. Për Artur Sheun ti pyete këtë se Artur Sheu e ka çuar në Vlorë këtë. Me makinën Artur Sheut ka shkuar në Vlorë, po e di ti fare mirë. Në atë foltore duhet ishte Edi Rama dhe t'i jepte llogari për kërkesat e protestuesve. Ti Gjergjinski atje Lenini. Atë sheshin që i ke plot atje ti e bashkëpunëtori i tyre. 67% njerëzve i ke demokrat. I ke marrë dje dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Ata të rinj dhe ato të reja që protestojnë atë shesh nuk e njohin Marksin, që kurse kanë hapur syt në maternitet, kanë parë Sali Berishën, që kurse kanë filluar të flasin dhe të hecin, kanë parë në pushtet e Edi Ramën. Lëre e sapin e Erion Veliet, e cili do t'jetë që ju qonë Kselia Partisë Demokratike, nuk e paguani dot atë faturë. Së pari, një përshëndetje të përzemërt të gjithë qytetarëve shqiptar në protest kundër narkokraturës kleptokratike të Edi Ramës. Dje, Europa dhe bota ndigjoj me fuqishëm se kur zërin e shqiptarëve, jo vetëm në Tiranë dhe në qytetet tjera të vendit, por dhe në metropolet kryesore të Europës, dhe sot në Shtetet Bashkuara shqiptarët protestojnë pranë përfaqësive të narkokratit Edi Rama.